Kemi është deputet i ri, në bas të nenit 11 të kodit të pika 2 të kodit sjelljes, kur deputet i ri mban fjalimin e parë në foltoren e kuvendit, ai përshëndetet nga drejtuesi i seancës, respektohet nga gjithë deputetët pjesëmarrës në sallë, pavarësisht grupimit politik që i përket. Unë ju uroj suksese zoti Jakimi, fjala është për ju. Faleminderit kryetare, zëvendës kryetare, nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë. Për mua është përgjegjësi shumë e madhe të jem sot këtu si përfaqësues i qytetarëve të Tiranë. Ja atyre që kanë besimin se një eri do mund të flas për problematikat e vendit tim dhe nëpërmjet këtij zëri të dëgjojnë dhe kërkesat e tyre që në fakt janë të shumta. I detyrohem bashkë qytetarëve të mi, atyre të cilëve kanë protestuar bashkë me mua para këtij parlamenti dhe të vendosur kundër kësaj qeverie. Së pari, i detyrohem të jap shpjegime të gjithë atyre se qytetarëve që kanë mbështetur në çdo moment mua dhe t'u jap shpjegime për arsye se pse unë pranova të mandatin e deputetit. Së pari, mbështes protestat qytetare, sepse dëshmohet pakënaqësia e tyre ndaj kësaj qeverisje, por zëri i tyre nuk dëgjohet duke praktikosur parlamentin, të vetmin institucion ku mund të shtrohen argumente, ku mund të diskutohet dhe të merret vendime. Së dyti, jam totalisht kundër këtij sistemi zgjedhor, që ka të quar në një krizë të thellë mes elektoratit dhe përfaqësuesve të tyre në parlament. E kam fjalën për listat e mbyllura, një sistem i cili favorizon individ, favorizon njerëz të cilët kanë lidhje direkte me kryetarin e partisë dhe jo domosdoshmërisht sjell në këtë parlament përfaqësues që përfaqëson vullnetin e popullit të zgjedhur po nga populli. Jemi në prag të zgjedhjeve elektorale vendore dhe çfarë po ndodh? Pas 29 vitesh demokraci, ajo që më bën përshtypje më shumë si një iri është pjesa ku kryeministrit të vendit i është mbushur mendja dhe ka kapluar një dëshirë e brendshme që të shkojë në garë zgjedhore pa opozitën, të shkojë në garë zgjedhore pa një kundërshtar, të shkojë në garë zgjedhore pa kundërshtar politik. Është fatale në një sistem demokratik ku kryeministri i vendit mendon të shkojë në garë pa një kundërshtar. Fatale se si një kryeministër mendon që shkojë në garë, nuk mendon për brezat e ardhshëm, por mendon se si ti fitojë zgjedhjet e ardhshme, mendon se si ti grabis ata. Opozita është në drejtën e saj për të kërkuar rregulla të barabarta loje, pastaj le ndodhë gara elektorale. Me daljen e opozitës në shesh, sot deklaroj se është një ditë e keqe për vendin, është një ditë e keqe për Shqipërinë. Dhe për këtë krizë politike në të cilën është vendi, dikush duhet mbajë përgjegjësi. Dhe dihet që përgjegjësia kryesore mbije mbi të Zotin e shtëpisë. Kriza politike zgjidhet nga ata që krijuan krizën ndër vite. Nuk ka zgjidhje të krizës politike pa ndryshim të sistemit të funksionimit të partive politike dhe pa ndryshim të sistemit zgjedhor elektoral. Nuk është problem i pazgjidhshëm. Thjesht kërkohet kurajo, angazhim maksimal nga të gjithë palët dhe forcat politike. Dhe kërkohet kurajo dhe angazhim edhe nga ato personalitetet të ndryshme të vendit, të cilët nuk ndodhen këtë parlament, por kanë sa të pak ndikim të kontribojnë edhe ato në zgjidhjen e kësaj krize. Së treti, unë jam në këtë sallë si opozitar dhe i tillë do vazhdoj të jem për sa kohë do kemi në krye të këtij shteti këtë qeveri. Dhe për ta parë si është qeverisur këto 6 vite dhe për të bërë një bilanc 6 vjeçar, mendon të kthejmë kokën nga Dibra, të kthejmë kokën nga Bulqiza, ku ka mjaft të rinj që e kanë braktisur vendin, si në gjithë Shqipërinë. Ka mjaft familje të varfëra, papunësia ka rritur kulmin, 10 jetë të humbra në minjerat e Bulqizës, nga pasiguria, dihet. Qytetarët e papunësuar përballen me problemin e ekzistencës. Të tjerët mundohen por pa u shpërblyer. Nuk na kanë asnjë borxh qytetarët shqiptar për këtë që u sjell politika, pasi u sjell kaos ekonomik, kaos social, pasiguri për të ardhmen. Përkundrazi, politika ju ka shumë borxh qytetarëve shqiptar për ta bërë këtë vend më të jetueshëm. Unë mendoj që këtij sistemi zgjedhor që vë përballë elektoratit kandidat të padëshirueshëm për të përfaqësuar, duhet t'i vijë fundi. Në këtë situatë ku jemi, vendi kërkon aksion të menjëhershëm për zgjidhje politike. Dhe së fundi, për te krizës politike ku jemi, ka diçka që më shqetëson më shumë. Është ajo që dëgjojmë gjithë në jetën e përditshme, e dëgjojmë jashtë kësaj sallë të parlamentit nga goja e të rinjve shqiptar. Është pjesa ku të rinj shqiptar është ngulitur një mendim dhe është trupëzuar një mendim në kokën e tyre që Shqipëria nuk do bëhet. Unë them që Shqipëria do bëhet dhe pikërisht do bëhet nga këta të rinj.
Duke i referuar ëndër se Martin Luther King do thoja që edhe unë kam një ëndër, të shoh rinin duke mos u larguar, duke punuar dhe kontribuar për Shqipërinë, të shoh qytetarët e mi që të mos kenë ndasi dhe të mos kenë ndarje për shkak të përkatësisë politike, por të vlerësojnë atë që në të vërtet punon dhe ndihet dhe ai dobishëm për kontributin që mund t'i japë Shqipërisë. Ndaj, duhet të punojmë për ëndrrën e rinisë, të punojmë për ëndrrën e shqiptarëve, duke ndërtuar familjen në Shqipëri dhe duke kontribuar sa më shumë për Shqipërinë tonë të bukur. Ju falemnderit. Faleminderit zoti Jakimi. Është regjistruar dhe zoti Lefter Koka. Nuk është i pranishëm, atëherë sipas rregullores konsiderohet se ka